Përshëndetje të nderuar shikues. Ka përfunduar tashmë gjithçka sa i përket kampionatit të futbollit, qoftë për Superligën, por edhe për kategorinë e parë. E ndonë flamurtari dështoj nga ana sportive, nuk mund ta themi këtë gjë për anën institucionale apo për një markë dhe një stadium model që krijoi, i cili si rrallë ndonjëherë në këto vite apo dhe në historinë e tij ishte i mbushur plot e përplot nga tifozët, për kënaqësinë që ai të shfaqte kur vije në stadium dhe ndiqje një ndeshje zyrtare. Flamurtari do tuaj sezonin e ardhshëm në kategorinë e parë, por me një objektiv madhor për t'u rikthyer sërish aty ku e ka vendi në Superligë. Për të folur për kategorinë Superligë që e lam pas tashmë dhe objektivat e mëtejshëm të flamurtarit, apo edhe për problematikat që sot ka futbolli shqiptar, kam kënaqësinë që të jem në klubin e futbollit Flamurtari në zyrën e presidentit Sinan Idrizi për të folur më gjërësisht. Përshëndetje, mirë se të gjeta, zoti Idrizi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Flamurtari ra nga Superliga. Si e përjetuat? Si çdo vlonjat, tifoz vlonjat merrsisht keq. Një dështim total, dështim nga këta që hynë si të paparashikuar në teorikisht, po i parashikuar praktikisht, nuk funksionon strukturat. Përsëris përgjegjësia e parë dhe fundit është vetëm imje në të gjitha drejtimet. Është realisht një histori që nuk filloi ashtu si nuk mbaroi ashtu si filloi dhe ashtu si kishim dëshirën e gjithë të tjerët. Pra dështuam në shumë drejtime. Dështimi i parë ishte që nuk patëm pak më tepër durim me grupin drejtues të parë. Grupin e ardhur nga Spanja që për mua ishte një grup shumë profesionist dhe realisht shumë serioz. Dështuam për shkak të padurimit që patëm. Pastaj në vazhdimsi strukturat e lojës, strukturat e ekipit, dhe gjitha si këto patën pasojën që ram nga kategoria. Në fakt, u duk se filloi për një flamurtar që do të pretendonte trofe apo për të qëndruar në 4 ekipet më të mira. Ju keni investuar shumë, zoti Idrizi, ashtu si kundër në gjithë këto vite, në 13 vite që ju keni në drejtimin e klubit. Madje edhe ky vit që lam pas ishte një ndër vitet me një buxhet më të madhin, mund të themi, nga ekipet e kategorisë superiore. Çfarë nuk shkon? Pra ju thoni dështojmë në strukturë. Ju keni bërë këtu një stadium që është për të marrë shembull, jo vetëm nga Superliga jon, por një stadium që kur futesh brenda vjen era Europë. Po nuk mjafton kjo ide e ndërtuar të strukturës, të themi, të strukturës së stadiumit që e përsërisim bashkë. Problemi është që ka një gjithë thelbësore që nuk shkon në Vlorë, e kupton? Këto gjitha, mund të jetë një histori tjetër, po është një histori dështimi në drejtimin e flamurtarit. Histori dështimi që në them që s'ka asgjë të keqe që është përgjegjësimi drejt për drejt. Unë kam marrë te ky për të bërë një gjë të mirë, këto janë mundësitë e mia, këto janë ato që unë kam bërë si kontribute të mia, pa i marr as kujt, as një qindark, as qytetit, as një gjë tjetër. Gjithmonë kam jam përpjekur të them që e vetmja gjë që nuk duhet të toleroj është emri flamurtarit, nuk jam bërë pjesë asnjë skeme, asnjë pazari, asnjë histori e pazarësh. Ndoshta kjo krijon efektin e dytë. Pra, një futboll i lidhur në bazë të skemave ka gjithmonë një histori pazarësh. Nuk e them për të justifikuar. Por gjëja që nuk shkon në Vlorë është pikërisht kjo që dhe përsëris, këtu ka shumë njerëz që me të drejtë që e ndjejnë flamurtarin, ka edhe të tjerë për shembull që bëjnë sigurisht e ndjejnë flamurtarin. Problemi i thelbit çështjes është në Vlorë nuk ka strukturë të tipit tillë që ne mund të ndërtojmë një histori suksesi nga Aja. Çfarë them nga Aja? Jemi vetëm një klub që nuk kemi fatkeqësisht nuk kemi terene. Nuk kemi terene fatkeqësisht. Kjo është gjë që më thot kryetari i bashkisë para një muaji që është zgjidhur ky ngërçi i tereneve të bllokuara tek Pylli Sotës. Unë prapë do të investoj për të ndërtuar këto terene që të rrisin fëmijët tanë, që të jenë vlonjat të vazhdojnë aktivitetin e tyre. Kemë bërë një kontratë para një muaji me stafin e Realit Madrid për të sjellë këtu profesor në bashkëpunim me trajnerët tanë të akademisë, por e përsëris kjo është histori që do të paktën një vit kohë sa të ndërtohen struktura të tjera si këto.
Në këto momente, këto janë kaq mundësitë e mia, përpjekjen të bëj me fondet e mia, me mundësitë e mia, një investim në lor, nga ana sportive përsëris për disa herë që dështimi im, nëse ka dikush tjetër për shembull që ka dëshirë vite flamurtari, të investoj tek flamurtari këtë përsëris për disa herë. Ka dëshirë ta bëj më mirë, unë me njëherë hap krahun vit investoj. Cili do qoftë ai biznesmen në Vlorë. Me njëherë. Kjo ti të qartë sepse më vjen keq realisht që ekipi ndodhet në këtë gjendje. Pra, unë mund të investoj, po s'do thotë kjo, dikush mund thotë ti, okay, ke investuar, po ke dështuar. Në momentin që ke dështuar, unë jam i gati. Cili do qoftë ai që ka mundësi ta marrë përsipër këtë. Historitë menaxhim flamurtarit, vi më njëherë. Dhe jeni ndër të rrallët njerëz që pranojnë dështimin. Po ky është fakt, nuk është kjo, unë nuk shihem nga asgjë në jetë. Unë shikoj, jemi të qartë për një gjë tjetër. Unë general nuk jam në jetë, po asgjë në turqisht i thon ushtarit. Po asgjë ushtaru nuk bëhem kur. Dhe kur një gjë nuk shkon. E kupton, kur nuk shkon, një gjë nuk shkon. Nëse përsëris, unë vazhdoj deri në fund në këtë projekt. Nuk trishem, nuk ka shanse të trishem, sepse e kam thënë gjithmonë që mentaliteti im është ose do ta bëj një gjë, ose do ta bëj. Sigurisht e para është kismeti i Zotit. Por ne përsëris nëse ka dikush dëshirë të vitë afrohet flamurtari, nga ky moment unë trishem dhe vazhdoj rrugën deri në momentin që përfaqësohet ekipi. Por kur them kam dështuar, nuk kem çfarë themi. Kjo është struktura. Këto janë rezultatet e nuk mund të themi që kemi patur sukses. Okej, kemi bërë investime në stadium, është një gjë plus. Kemi kursyre qytetit për 12 vjet nga buxheti i bashki, pa i marrë 100 dhe kjo është një gjë plus mendoj nga qytetar. Një gjë tjetër më kryesore më drejt është janë rezultatet sportive. Fakti që nuk vjen rezultatet sportive do thotë që ka gjë që nuk shkon. Ka një që nuk shkon, ka një problem që nuk shkon, e kam përsëritur pas here, kupton sepse kam parë gotë fundi që janë ka dalë shumë njerëz që interesohen për flamurtarët dhe bëjnë shumë mirë. Gazetar, biznesmen, jo biznesmen, qenie hermafrodite me 2 emra, qenie me 3 emra, e kupton që kanë dëshirë të interesohen, s'ka flamurtar nuk është timi. Dhe s'ka për shumë kurime dhe nëse unë i privatizim, nëse hynë privatizim për ta bler. Flamurtar është marrë qytetit Vlorës. Këto janë mundësitë e mia, në këto mundësi unë këtë mund të bëj. Megjithatë, keni dështuar nga ana sportive, por për mendimin tim, por edhe për opinionin e gjerë sportiv dhe ata që e njohin sportin dhe futbollin, ju jeni kampion i financave në Superligën shqiptare dhe në kampionatin shqiptar, dhe kampion i një marke apo i këtij stadiumi kaq të mrekullueshëm që keni krijuar në infrastrukturë. Gjëra që nuk shkojnë. Nuk dua të bëj tash këtë pjesën e doni më për belurin e këto. Unë jam përpjekur të vi kam marrë një stadium që s'kishte banjo. Po. E kupton, filluam koncept në koncept. Për çdo veprim duhet merr vendim nga Këshilli Bashkiak, duhet shkoj të dëgjoj njerëz që e përdorin markën për politikë. I kanë vënë që këta domethënë dalin të gjithë dhe shfryn. Momentin flamurtari humbet, momentin flamurtari bie nga kategoria, në mënyrë që nuk shkon gjë. Deri në ato momente nuk vin kur, nuk janë kur në stadium. Nuk u intereson fare flamurtari. E kanë thjesht se kujtojnë për shkak bie këtij Sinanit, edhe bie pas flamurtarit se ka dështim, është shumë e thjeshtë fare. Është tjetër që unë do të vazhdoj të bëj akoma. Deri në fund çdo gjë. Çdo lloj detyrim do vazhdoj ta mbaj deri në fund, por në një moment e përsëris për të disa herë. Ore bujrum hajdin më të vit dikush tjetër, që ka mundësi financiare dhe që shumë i zoti nga mua ta bëj vit apo sot. Kjo është marka e qytetit. E kupton? Ju keni investuar, keni marrë futbollistë me emra, keni marrë trajner shumë të mirë, të huaj, por edhe vendas gjatë gjithë kontributit kaq vjeçar, 13 vjeçar që po jepni në klub. Mendoni se e kanë parë flamurtarin si bankomat zoti Idrizi, pasi ju i keni plotësuar çdo kërkesë? Po kjo është çështje, ky është problemi i çështjes së karakterit. Kjo është një çështje karakterit, për shembull, mënyra se si e flamurtarin flamurtarin. Për shembull, do të tregoj një rast që është shumë interesant. Para 2 vjetëve më merr një miku im shumë i afërt, shumë i dashur për mua. Merr telefon dhe më thotë, "Shiko Sinan, thotë, mund të sugjeroj një emër trajneri?" Po i them. Dhe më thotë, "Është Agosineli", më thotë. Është një personazh thotë që ka patur, do vetëm thjesht të trajnoj, thotë. Nuk është personazh thotë që është nga këta tipa thotë që është i lidhur me mitet e parave, me strukturat e këtyre, është njëri i ndershëm dhe do të punoj thotë. Ka patur një problem familjar dhe do vetëm të punoj. Okej, them. Dhe vjen Agostineli, e marrin në Vlorë. Pas, punoj, mirë ose keq, 2 ditë ishte në Vlorë, 3 ditë ishte në Itali, unë bëja sigur nuk e shikoja që ky jepte intervista, shkonte javë për javë në një televizion italian, punonte edhe këtu, se nga që kishte një hall familjar të tjerë, mendova që nga ana njerëzore, domethënë ana njerëzore ta mbaj, domethënë mbi anën institucionale. Këtu është problemi te flamurtarit, që anën time njerëzore këta,
që e bë her pas here ndonjëherë gabimisht në janë institucionale keq kuptojnë. Dhe shkonte dhe vinte si thosha Gjifari, ndeshën me Pogradecin, pasi u vënë në rrezik çdo gjë, e largoi Agostinelin dhe i bëi gjitha pagesat e rrogave të tija. Në fund fare nga ideja e mirë, me që u jap gjithë djemve tanë, u jap një premje për 10.000 eurosh për superiore, shkoi dhe jap thras Agostinelin dhe jap një premje 10.000 euro. Kjo ishte një akt njerëzor që bëron për Agostinelin. Pra ishte kjo premje, një mandat 10.000 euro që jap Agostinelin, dakord? Tani Agostineli e merr këtë dhe shkon në UEFA në gjyq. Dhe shfryzoi pikë të kontratës që ne kishim bërë, që nëse ekipi do të shkonte në një kategori më lart, ky ishte automatikisht trajneri i flamurtarit dhe do të merrte një rrok për 5.000 eurosh në muaj. Shkon në gjyq atje. Me këtë dokument mirësie që ne kishim bërë, thot, unë këta më kanë dhënë premje, thot, dhe unë thot automatikisht thot, më takon e drejta të fitoj gjyqin. E kupton? Kur ju si kishte asnjë detyrim financiar. Fare, vetëm fitoi nga pika që nëse ekipi hynte në kategori më lart, ky vazhdonte kontratën vitin tjetër. Dhe i shtoi kontrata me kaq e tjera si këto. Kishte pranuar. Pra, edhe përdori si argument, unë jam trajneri i ekipit tënd sepse kam marrë premje thë. Ka shkuar në UEFA, ka bllokuar konton. Pardje, dje i kam dhënë bangësimin në Turqi, pa pagesën krizotërisë, dhe i dashur me Guim Agostinelli ti gëzosh këto parat, mendoja se ishte një burr i mirë. Një burr që nga një hall familjar, s'ka asnjë problem fare. Ne më Lori themi, të bëshin, si themi? Të mira, për gëzime s'ka si të keqen fare, po erdhe për të trajnuar, po, okej, pra, këto janë këto raste që vinë, që më hapi historinë e bankomatit. Pra, kjo është historia e bankomatit. Pra, flamurtari ishte zhbllokuar merkatua nga Agostinelli. Nga Agostinelli, për arsyeën sepse, domethënë, nga shkak pasoi e 10.000 eurove që ne i dham premjo që ekipi ngrit një kategori më lart. Po si mund ndihet një trajner kur nuk e di, kjo është një pyetje që mund të bësh një pyetje Agostinelli, domethënë, për këto që ka paguar, të ka dhënë kontribut dhe në deklaratën që ai ka dhënë kur është larguar tha që po iki me një peng në zemër, jam goditur e këtë janë ndej. Jo, mua më vjen keq se unë s'dua t'i tregoj këto sepse unë në përgjithësi nuk i tregoj kur WhatsApp-et, nuk e kam zakon, po këtu është një listë e gjatë, unë nuk jam çorë nga këto, asnjëherë nga këto. Kur më kërkon para në shtator, më gjej një ekip në Turqi, lutem se janë pa ekip, kam shumë respekt për ty e di që ti ke marrë dhënë andit, si gjatë tipit tillë, po unë këto nuk i bëj publike, sepse kjo është e kam pjesë e karakterit, me që më hape temën e këtyre që vinë tek flamurtari. Pra, e filloi si një njerëz që ka patur një hall familjar që do të vi të trajnoj, një personazh që më bëra sikur nuk e shikoja, mund të hyj në YouTube të shikoni javë për javë këtë dielë më vonë ndeshjet e flamurtarit, tënë shkonte në studio të Lazios, komentonte Lazio. Dhe unë nuk flisja. Okej, s'ka si problem fare, ka një hall të shkoj. Tani kjo është çështje karakteri. Domethënë ka fituar sa lek pa punuar një ditë punë. Është njëri shumë i zoti nga ana juridike, unë bile mund në një rast më të afër mund ta marrë si ekspert jurist e flamurtare, me që ne kemi probleme të tilloj me këtë. Normal, kjo është një çështje që flamurtari nuk e ka problemin tek këta që ikën dhe vinë. Problemi i flamurtarit është përsërisja. Ne do të ndërtojmë pjesën tonë të akademisë. Nëse ne kemi një akademi që të rinë këmbë do të funksionojë atëherë gjërat shkojnë. Kemi element për të ndërtuar akademi dhe ka njerëz që mund të evidentojnë talentet. Shko, unë jam duke kërkuar që të vlonjat që janë për botë. Është një djalë që shumë i mirë jeton në Francë, vlonjat, më ka shkruar para disa ditëve dhe kam thënë përgjigje. Janë disa të shumë vlonjat të tjerë që janë përsëris këta. Dhe kam dëshirë që të thrasë gjithë të vinë gjithë në Vlorë të kontribuojnë. E kupton? Ne në këtë moment me këtë jemi duke përpunuar. Tash që ana strukturore besoj e pjesës së infrastrukturës është duke plotësuar. Besoj se ky është një hap që duhet hedhur patjetër. Keni 13 vite që gjithmonë theksin e vendosni tek privatizimi. Kjo është ajo godoja më fantastike që në Shqipëri nuk bëhet dhe nuk duhet të bëhet, e kupton? Është gjithmonë ajo histori e këtyre që duan. Pse? Kush e pengon? Po s'kam sepse ne ti themi gjërat shqiptare, unë e di do të fillon sulmoni s'ka si të keqe, po unë jam bardëzi dhe i kam shef këto histori, nuk e dua kolorin shumë. Meqenëse miqtë mi kam me kolor shumë misën, po vetë jam bardëzi. Problemi është rrojnë shqiptare bolshevike. Shqiptarët urrejnë pronën. E urrejnë pronën, pavarësisht se kemi kaluar në një kapitalizëm shtetëror. Kemi kaluar në një stat tjetër që quhet, pavarësisht se kemi krijuar borgjezin provinciale, pavarësisht se kemi krijuar këtë, në fund nuk e duam pronën. Nuk e duam pronën sepse ne shikojmë, nuk ke unë që pak njerëz që shikoj që marrin risk në jetë për të bërë biznes, e kupton? Nuk e duam pronën, kjo është. Dhe kur unë them për shembull rast konkret, kam thënë disa herë të tjera për shembull për kemi listën e sporteve të Shqipërisë për shembull. Lista e sporteve, i turizmit dhe i sporteve. Është domethënë është një koleksionist bluzash, fanellash. Profesori di kush është, erdhi dikush thot nga Interi, klubi Interi, dhe dalin foto me këta. Keni parë ministrin e sporteve në botë që mos shkoj asnjëherë të kontaktoj me ekipet.
S'ka asnjëherë stadiumin flamurtar për të parë. Ju thoni është rregulluar stadiumi nga ana vizive, janë për këto gjëra, është për kjo. Ministri i Sportit e ke parë ndonjëherë? Nuk vjen. Ke parë ndonjëherë ministri i Sportit të negociojë të flas për ligën e sportit, thotë ju si financoni, ku gjeni, ke parë ndonjëherë kaloj sit në Shqipëri nga vin lekët e futbollit. Kush janë grupet që financojnë këtë, kush janë grupet e interesit, njerëzit që kanë interesit. Unë erdha që në fillim fare dhe sot disa kompani turke që ishin sektorin e turizmit dhe të sportit. Me idenë për të marrë përvojën e këtyre. Pra, gjëja këtu nuk shkon sepse nuk privatizohet, nuk duan ligj sporti. Nuk e duan sepse ligji i sportit është ai që e fut në ekonomi këtë gjë. Futja në ekonomi, e dinë shumë mirë që sporti sektori 5 të ekonomisë. Nuk është një gjë e zakonshme, sporti është e zakonshme, është ana social fizike të rinjve ta. Nuk duan ta bëjnë, nuk e di arsye pse duan ta bëjnë. Ktu në Shqipëri unë për çdo gjë, për shembull, komunikoj kryeministrit dhe mor kur do bëhet ligji i sportit. Jo keni mik kryeminist. E kam shumë mik, jo mik. E kam shumë mik, nuk është mik është gjë tjetër. Unë e kam tmerrsisht mik shumë mik. E kupton? Por ideja është që vile një ditë bukur I thash me shaka kur flisim për ligjen e sportit tashun dëgjoj, jemi të qartë. I thashun, dëgjoj kryeministër. Kur se më thon të gjithë, kur nuk po e bëj dot unë këtë punë që jam miku I kryeministrit, ti nuk e bën dot I thash. Këtë haroje. Si më thamë, po nuk e bëj dot unë që jam miku I kryeministrit. Domethënë ministri I ekonomisë, ministri I sporteve I Shqipërisë nuk thret asnjëherë një tërës trumbullakt të thotë ore, cilat janë hallet e sportit në Shqipëri. Por nuk është problem flamurtari, nuk ka problem flamurtari, është një problem që është flamurtari ka lavdinë e tij, e kupton? Ka lavdinë e tij, ka problemet e tij, flamurtari është flamurtar. Nuk është një ekip që është ngritur brenda natës sot, dhe do lulëzoj disa vite pastaj do ikse të tjerë. Dhe ditët e tij më të keq është flamurtar. Problemi është një sektor ekonomie. Nuk është çështje e kësaj vetëm. Më kupton normal. Cilat janë hallet e sportit sot? Sporti shqiptar është për mua sporti shqiptar, po të them gjë shiko. Në një klasifikim me atë që quhet shkalla e vizualitetit. Shikueshmëria për shembull. Në Spanjë ka një ligj kur shumë interesant, nëse kamera qendrore 70% shikojnë që stadiumi nuk është mbushur në masën 70%, ekipi që është mikpritës, ekipit I shtëpisë e dënohet me një gjop. Nëse është shikueshmëria e kamerës qendrore, flas, është 50%, atëherë dyfishohet gjoba. Nëse bie 50%, atëherë merr një dënim deri në re nga kategoria. Ke rastin se Davigos para disa viteve. Tani ç'ndodh në Shqipëri? Ç'ndodh në Shqipëri? Merrni shikoni sa është kjo kamera qendrore e Shqipërisë, sa është shikueshmëria se këtij kameratit shqiptar. Pra bëhet finale Final Four, sa duhet janë bosh. Këto janë bosh, dhe pastaj dalin na thonë që ka thënë UEFA që shqiptarët janë të parë në Europë të interesuar për futbollin. Po, si shpjegohet se ka një handicap? Nga një ranë sa duhet janë bosh, nga ana tjetër shqiptarët janë të interesuar për futbollin. Për kë futboll? Pra ky është problemi që ne nuk kemi një ekonomi sportive. Dhe unë nuk e kuptoj, e din që unë kam 100 vite parë që kam marrë, kam thënë për ligjin e sportit. Kam 12 vite që jam bërë tani si një më se këtë histori ka ky flet. Jeni lodhur? Unë nuk lodhem, të veçori kam, që unë s'lodhem dhe s'triqem. Domethënë po dise për të lodhur, pastaj unë s'dal në pension. Të jenë të qartë kjo. Po nuk lodhem dhe nuk triqem. Unë qëndroj deri në fund çdo gjë. Jo, kështu si fizik, si djalë I ri, që 13 vjet më parë që ju kam njohur. Po, kjo është ndryshuar, madje jeni rinuar më shumë. Ke fjalën mëndërisht, ke marrë fund, dhe kjo do, s'ka asgjë të keq. Jo, gjë e mirë kjo kur thua je fizikisht sepse çdo gjë është duale, çdo gjë është duale në jetë. Domethënë një person fizik ka probleme mendore, por jam me ty dakord, okay. Domethënë po nuk triqem normal. Nuk triqem. Po nuk triqet zoti Duka? Po zoti Duka nuk e kuptoj pse nuk e di çfarë ka zoti Duka me këtë temë, e kupton nëse Jo, kam këtu që një president që çfarë ka sjell. Shiko, problemi është në llogarinë çfarë ka sjell, çfarë ka ikur, domethënë unë mendoj që zoti Duka tashmë duhet të bëjë llogarinë me kohën, sepse e përsëris është ai verseti kryesor Welasser, pasha kohën që koha ikën për gjithë. Dhe llogaritë e tij nuk janë më të shih me historinë e atij mbretit, e kupton që duan të mbretërojnë, e kupton? Është histori që çfarë dha futbolli shqiptar, çfarë dha komit shqiptar, çfarë dha rinisë shqiptare. Ndoshta në sapet e tij është në rregull me punën e tij. Kupton? Unë kam thënë që Duka është më tepër një politikan I shkëlqyer se sa një drejtues sporti I mirë. Po të ishte futur politikës, bile kam thënë dhe një ditë që takova rastësisht në aeroport aty, thash, po të ishte futur politikë do ishte bërë shumë I mirë. Sepse është një lobing I mirë, është një lobist I mirë, ditë bëj shumë gjëra të mira. Në pjesën e sportit, pa dashur të kaloj tek nihilizmin, jam I sigurt që Duka mund të bëjë gjëra shumë të mira, por ka bërë ndërtime të mira në sport, ka bërë fusha të mira në sport, gjëra që ka lidhur me ndërtimin dhe me fushat I ka bërë të mira, por një gjë besoj se nuk ka sukses. Është që nga kohë që ka ardhur dhe deri tani ekipi del kampion me vetëm 100.000 euro premio. Domethënë nuk besoj se çfarë ka bërë nga ana financiare futbolli shqiptar. Domethënë ka qenë në gjendje që të arrisë ekonomikisht sporti shqiptar apo jo. Kjo është pyetja ime për zotin Duka. Tash më thonë në fund që ke gabim se me Final Four është shtuar edhe 100.000 shtet tjetër, okay?
Dhe që rezultoi s'ka dështuar, do të rishikohet në sezonin e ardhshëm. Nuk e di çfarë do të bëj, se kjo është një skem që largon futbollin. Pra ne jemi vetëm i vend, mendoj unë, tani dash, shiko, çfarë bën FIFA me UEFA. Zjerojnë çdo gjë për futbollin, zjerojnë numrin e skuadrave për kampionat botror, zjerojnë për kampionat evropian, zjerojnë çdo gjë. Të vetmit që ngushtohemi jemi ne. Jemi ne që ngushtohemi, domethënë mendoj zoti duka mendon që skema me 10 ekipe është skem funksionale që shumë e bukur kjo kur thotë që është skema më e mirë thotë që është kundërshit derës së ndeshjeve. Është skema më e mirë thotë që rrit efikasitetin në futbollin shqiptar dhe skema më e mirë që mbush stadiumet. E kupton? Pra, nëse në syrin e zotit Duka kjo skem është e mirë, domethënë që nuk ka shit derë ndeshjes, nuk ka tolerim ndeshjes, nuk është ka asnjë para përcaktim, stadiumet janë plot, gjithë njerëzit janë të kënaqur, le të vazhdoj patjetër. Le të vazhdoj patjetër, s'ka asnjë gjë të keq. Por po të zbresim me këmbën në tokë, edhe ishte sigurt që ca gjë nuk shkojnë. Pra ideja e ngushtimit të kampionatit me 10 ekipe është ideja mendoj që më jashtë realitetin në Shqipëri. Dhe ka patur tendenca nga gjyqtarët, apo jo? Këtë sezon që u mbyll. Pra janë parë edhe në Vlorë, duke si reagimet të tifozëve. Pse ndodh gjithmonë që të ketë tendencë të tilla? Unë do të merrem pikërisht me një rast konkret. Shko të flasim gjëra të shqip, mos nuk kemi pse fshihem asnjëri. Pra kur them që përgjegjësitë i kam unë dhe unë nuk dua të fshihem, të them që ne ram për shkak të arbitrimit të keq. Absolutisht jo. Ne ram për shkak të menaxhimit të keq. Por do të marr rast gjyqtar, një djalë që e kam emrin Hamiti. E kupton? Hamid është emri i jashtëzakonshëm, Sultan Hamidi, nuk është jashtëzakonshëm, e kupton? Ka patur një gjë, 3 herë që na ka arbitruar ky dje, kemi bërë disa herë emaile të pafundme drejtuesit të Federatës Shqiptare që merren në sektorin e garave. Më zgaboj është një Sokol Jareci. Dakor? Një djalë më kanë thënë që vjen nga familje historike e arbitrimit në Shqipëri. I kemi kërkuar disa herë dhe në fundit fare, domethënë e paralajmëruam, e bëm, në fund fare ndodhi ajo që ndodhi. Tani Federata Shqiptare e Futbollit, ky djalë na ndëshkoi ne. Dhe u mendoj që të paktën do të merr një minimas. E pashi ky arbitronte në Final Four. Pra komision i etikës i Federatës Shqiptare të Futbollit. Unë akuzoj këtë djalë tani drejt për drejt si një personazh që luan me lojra fatin, lojra kumari. Domethënë dikush mund të vëzë në dispozicion, pra kjo është një akuzë. Pra ku dikush e akuzon nga ana karakteriale, unë akuzoj këtë djalin. Është i drejt për drejt, domethënë pse ul pjacën, merresh me këtë djalin. Mund të marrësh me Sokolin dhe mund të merresh edhe me shefin e Sokolit. Jo më jo ky djali rasti konkret. I kam i pyetur, ky mundet në federatën ka rast në botë për shkakun që një personazh që luan lojra fati, luan kumar, luan baste, kërkon parë borxh. Ka rast një personazh i tillë me një karakter të tillë ta vetrojë në futboll. Pra mund t'i kërkoni ju një prostitutë të flas për ndeshmërinë? Mund t'i kuptoni? Nuk ka shanse. Tash me termin prostitut mos të keq kuptohemi se njëherë unë shkuam për këtë term. Prostitucioni është një gjë, prostituta është një për shembull në Hollandë është një shërbim publik apo jo? Nuk e kam. Nuk kupton. Pra, është një pra mundet të flasë, mundet, s'mundet. Atëherë profesioni më i vjetër në botë. Bra. Tani si shpjegohet që të gjithë këta që na vënë në të shkak pasoj që reagojnë qyteti, që reagojnë gjithë, e kupton? Të gjithë këta, kush i licenson këta? A ka një komision etike për shkakun që shikon të kaluarën e këtyre djemve si punë e këtij, se ne me këta i marr gjithkohon. Kjo Federatë Shqiptare e Futbollit realisht merret me etikën se mund të ketë gabim njerëzor, s'ka asnjë të keq e fare. Një ndeshje futbolli mund të ketë gabim njerëzor. Po ka një komision etike për shkakun që merret me etikën që bën atë skanerin e famshëm, të etikës së këtyre që do të bëjnë përsipër rolin e atij më këmbësit të Zotit në tokë. Sepse gjyqtari çfarë gjykon? Në emër të kujt? Mund gjykosh një vetëm Zotin. E kupton? Por a ka dikush nga këta që merr përsipër këtë komision, askush. Ju mbështesin kolegët tuaj president të klubeve të tjera pasi ju në nz janë të gjithë me mua në tavolinë kur janë me mua flasin më keq nga unë kur vjen puna pasaj përpara kur janë zëra që duhet dëgjojnë në publik largohen sepse nuk duhet që të mërzitet, nuk duhet mërzitet mbreti, sepse mbreti nuk duhet ta mërzisim, duhet ta marrim vetëm me gjëra të mira. Ti jemi mirë sepse nëse do mbreti, rritet numri i skuadrave, nëse nuk do mbreti, ulet numri i skuadrave, kështu më thon. Unë nuk kam ditë në opinion, e kupton? Unë mendoj gjëra të tjera, po më thon gjithë lutem mos avin shër me mbretin. E kupton? Unë nga që jam republikan si mentalitet, e kupton e kam të kokforci që kështu. Ka dritë në fund tunelit zoti Drizi për privatizimin që keni kërkuar? Shiko, dritë në fund tunelit është shumë interesante. Ne dalim nga tuneli, po bëjmë një gabim të madh, dalim natën. E kupton? Do të thotë dalë 7 nga tuneli. Do të thonë ti del nga tuneli, po ke dalë në rësoj prapë.
Pra, problemi që është kjo histori e dalës nga tuneli që jam interesant nga ditë që unë s'pëzit dot. Tani, e përsëris, derisa të vazhdoj kjo histori e privatizimit lamurtar, do të jem këtu. Jam i hapur, cili do qofte e përsëris këtë. E përsëris, nuk e kam nga punë e gradave, që tash pak më parë. Do të vazhdoj të jem këtu. Shpresoj të bëjmë të mirë, Ervan. Dhe keni shpenzuar energji, financa, çfarë të motivon për të dhënë kaq shumë për flamurtarin zoti Drizi nga financat tuaja familjare, të bizneseve që ju keni, pa marrë asnjë gjë pas? Shiko, është ajo ideja që nuk do të bëj fatalistin, e kupton, por unë jam nga këta personazhe që besoj të mersi shumë si ty dhe gjithë të tjerë që njeriu ka si konsumator oksigjeni ka një fund të tij dhe nuk ka askush në botë që të mbahet mend për atë që ka bërë me jetën mishtore kur ka kaluar, e kupton? Çdo njeri në kohën e tij mund të ketë bërë gjëra të mira dhe të këqija, mund të ketë dështuar, e kupton, por kryesorja është që duhet të dim pse i ka arzuar këtë që ka bërë në jetë. Ky është një koncept që ka lidhje me jetën normal. Unë mentalitetin për jetën e kam që pasuria është një sure në Kur'an, që sure Mulk, sure që flet për paran, për trashëgimin. Ose ke universitet tjetër biblik të ermi që ka dhe kristian nga pjesa që na dëgjojnë kur thotë që brezat ikin dhe vinë, thuhet në Bibël, po është Zoti që trashëgon tokën. Brezat kanë detyrë të qëndrojnë tokës, mos të kenë egon e tokës. Detyra ime kjo është, në çfarë do që të kem mundësi që të arrijoj për flamurtarin për ekipin tim, do përpiqem të bëj më të mirë. Kjo është arsye që jo vetëm këtu, po se më thoshën edhe herën e kaluar kur para disa kohëve kur fillova që inicioj ardhen disa artistë italian në Vlorë. Pse e bën ky këtë? Do përrezoj teatrin, do të bëj godin tek teatri, do të bëj godin tek ju teatrin e rehabilituat. Po mirë, po dakord, kjo është ishte një infrastrukturë. Kjo është temë tjetër, për të pritur koncerte të tilla. Kjo është temë tjetër. Fillon koncertet në lungomare, pse i bën këto me Saremon duke sjell, domethënë harxhoj parat për të sjell, domethënë për të sjell gjithë kënaqësinë e brezit tim për atë rinit munguar para viteve 90. Po pse i bën këto? Unë nuk e kuptoj këtë arsye pse i bën këto. Janë të përsëris, janë të qartë njerëzit, janë njerëzit të shiko. E ka thënë bukur fare Umberto Eco kur flet për legjionin e ignorantëve të Facebookut. Tash budallënit e lajës kanë dalë në publik. Si jam detyruar të merr në budallënit e budatat të lajës, secili të shkruaj çfarë të doj, siç ka thënë shoku në ver, cili do pa frikë dhe me shkronja të mëdha, të shkruaj çfarë mendon ai për punën dhe për njerëzit. E kupton? Këta kanë detyrë të shkruajnë, nuk kam detyrë të bëj. Këtë jam mundësimi që bëj. Në krahasim me këta që shkruajnë, mund marr përsipër të bëj. Dhe do ta bëj deri në fund sa të kem takat për qytetin. Do të vazhdoni ta mbështesni artin. Absolutisht. Do të kemi dhe një surprizë shumë të këndshme në pjesë të artit. Një shumë të këndshme do të jetë në javën e parë në gushtit ose nuk e ditën e parë ose në verë do stadiumi flamurtar do të ketë një super koncert. Jashtëzakonshëm i këngëtarit shqiptar të jashtëzakonshëm. Surprizë, është një surprizë shumë e bukur që ne kemi në dispozicion fala stadiumin. E kupton? Sigurisht ai ka mëshirë biletën e tij, domethënë po un pjesën time si flamurtar, domethënë kam hapur stadiumin gjithë dhe kam në falas për këtë. Dhe për këtë rast, duhet për herë të parë në Vlorë të bëjmë stadium të madh në një koncert për ndryshuar gjë. Edhe kjo është pjesë e kësaj strukturës për qytetin. Pastaj dhe kthehet pas shumë vitesh, mbaj mend parashevisi Makun, që para disa vitesh ishte ato janë të para Krishtit, ato janë të para Krishtit para viteve 90 me tribunën këtej, kurse këtu do të jetë një koncert i jashtëzakonshëm, një tur europian, do të thotë një jashtëzakonshëm. Pra, ndoshta ai miku se ka bërë akoma publike, edhe unë nuk po e bëj publike, por do të jetë një koncertë jashtëzakonshëm. Pastaj në tetor nëntor do të vazhdojmë përsëri ciklin, kemi folur me dy këngëtarë të mrekullueshëm italian për të sjellë prap, dhe në nëntor, në muajin e festave kam ndërmend sigurisht. Unë i them inshallah, po ka dikush që shqetësohet kur përdor termat islamik, kur them unë e përdor, do vazhdoj ta përdor sepse është Zoti që vendos, jem apo jem në tokë apo në dynjë, sepse jemi konsumator oksigjeni. Dhe kur them inshallah, them që në nëntor dua pastaj që një plejadën e artë të këngëtarëve shqiptar para 90-s ti sjellim në Vlorë. Siç bëm në omazhe që bëm për Piro Milkanin, që realizova në Piro Milkanin, për Dimitri Anagnosin, për dyshën e madhe vlonjate Ibrahimin me Kristajqin, siç bëm dhe për të tjerët, pra nuk mund të vazhdoj këtë aktivitetin tim. Sigurisht, pa asnjë prapavi nga mbrapa. Bile gjë që kam 2 vjet që e kam kërkuar dhe fatkeqësisht nuk e kuptoj pse ka qenë kërkesa ime për të rehabilituar varrezat e Vlorës.
Kam kërkuar, kam thënë, në atë kohë kam ishte Ermali kryetar bashkie, kam shkuar dhe kam thënë që mi se këto tema që mos kalojmë nga futbolli këto Varezat. Dhe kam thënë që shiko, me këtë stad që janë Varezat e Vlorës, ne jemi të mersi shumë keq prezantim si qytet. Pra, duke qenë më tepër nga ju të tjerët hedonist, jo fatalist, por duke menduar që verseteti kuranor që çdo qenie do ta shijojë vdekjen, dhe çdo gjë dhe aty, unë kërkovaj që atëherë që të ndryjnë Varezat duke krijuar një koncept tjetër. Dhe i bëra thirrje, mistisht, më lidhni Këshillin Bashkiak, komunikoni me komunitetet fetare të Vlorës dhe të gjithë bashkë me këtë të bëjmë më jepni të drejtën të financojë atje. Domethënë, të heqim ato hekurat, ato shëmtit, gjarbrinë, ta rrethojmë, ta gjelbrojmë, ta ndriçojmë, të krijojmë çdo gjë të bukur, ta marrë ta financoj vetë. Më kupton? Mi për fatkeqësisht nuk kam asnjë përgjigje. Pse? Nuk e di arsyeën pse. Domethënë gjithmonë shkoj, domethënë kush e përsëris, të bëjmë rrugët tjera, gjithë këtë atje. Gjithë këtë rregullimit të Varezave. Gjithë pjesën e Varezave. Nuk kanë thënë përgjigje, shfrytëzoj rastin tani të paktën që në Këshillin Bashkiak ka një zë shumë interesant, shumë që quhet mos gaboj Gjergj ose Giorgio Nika. E kupton? Është një gjë shumë interesant që është jashtëzakonshëm. Tash mos do të thosh diku tjetër. Për kë? Vazhdo. Jo, mos merr me politikë, shiko. Sa e madh kuj. Por këta e kam, do thash, ti grupi Gjingallave thotë, po lemo do të them punë të tyre edhe politikanë ata historikan. Mos mbërzihen politikanë, më thash, është histori e shumtuar kjo, lera. Me investimin tek fusha në pyllën e sodës, çfarë po bëhet? Te pyllë e sodës është, zotëri, na erdhi njoftimi nga kryetari i bashkisë që jemi duke mbaruar procedurat e kthimit në pronësisë tek pronarët që është shteti shqiptar dhe menjëherë ne do të fillojmë investimin. Do të fillojmë direkt investimin, sepse ti e di, unë do të filloj fushën e dytë dhe sepse prapë vetë gjuhat e dhëmit e Këshillit Bashkiak, thoshin para 2 vjetësh, në kohën që unë do të kërkoja të hiqja një bar atyre, bar financiare të qytetit, dhe merresh të gjithë politikisht e thoshin që bilance çfarë ka bërë ky, ka këtë dhe ka atë. Okej. Domethënë kërkon llogaritë lekëve që harxoja unë. Dhe përgjithësisht thonë, okej, edhe këtë e pranoj, s'ka si të keqe fare. Dhe i thosha, dhe dikush tha, nuk ka banjo atje, tha. Një gjë që unë kam 10 vjet që e them. Ora më tregoni mundësitë ku të bëj banjo, sepse kam marrë në stadium, s'kisha banjo, dhe për atë rjet banjo. Tani të lutem, e ku më bile po bëj si batutë, kam private këtë, po ta bëj dhe publike. Ora të paktën për të bërë banjo kam patur sukses. E kupton mirë të tjerë që kam dështuar, po më tregoni vendin ku ta bëj. Nëse shtëpia e mirë aty shikohet e banja apo jo? Unë kam pastërtia thot, pastërtia është në Islam, pastërtia është bazë e parë e imanit. Dhe Karl Marx kur në një nga veprat e tij më fantastike, jo te Kapitali, se Kapitali nuk është për këtë. Kur ka bërë me engëz materializëm dialektik atëherë, ka qenë gjë e jashtëzakonshme kur thoshte një nga këto, nuk e di pse futi te kjo term, thoshte që pastërtia myslimane është shumë e çuditshme, shumë interesante është. Dhe këtë duhet të bëhet para. Po nëse mos ta kalojmë. Është një shembull shumë pozitiv dhe gjë shumë e bukur banjot kur keni bërë këtu. Po pra këtë do të jep mesazh është futur aty. Po kjo është ide e parë që do të bëni banjë. Atëherë, zoti Trizi, keni nisur të mendoni për skuadrën e re që do të përfaqësojë flamurtarin në kategorinë e parë? Po patjetër kemi nisur, por nuk do të flasim më për këtë temë sepse kemi gjithmonë ne fillon si me buj, si me këto, pastaj në fund fare nuk është si punë para gjykimit që kam tashmë, apo si besytnie, se unë nuk jam parizani besytnive, jam parizani punës me hak dhe me sakrifica dhe me rezultatin që nuk mungon, por kemi filluar dhe jam duke në këto momente duke negociuar me një trajner shumë të mirë, me një staf që është interesant dhe përsëris po bëj thirrje të rinjve vlonjat që të afrohen këtu. Para disa ditësh, kam rast të bëj thirrje publike tani, është para disa ditësh kur ishte zoti Rama ishte në Vlorë në miting në Partisë Tia, unë shkova në miting. Domethënë si jo antar i Partisë Socialiste, sigurisht bile nuk ishte nga anën tjetër medalës, po thjesht si një simpatizant i jashtëzakonshëm i zotit Rama, vjen një djalë që ishte kundërshtar, do bënte anti-miting. Dhe më thotë kam qenë lojtar i flamurtarit. Dhe këto, okay, kam qenë para viteve. Pse nuk vjen tek ne shumë të japësh të punosh tek flamurtari, por vjen e bën miting. Jam pa punë, hajde puno tek ne. Po kam një shokun tim tha që është shumë i mirë. Ka qenë djalë tek flamurtari quhej Sokol ka qenë shumë i mirë. Mazaj. I jashtëzakonshëm. Një djalë, domethënë, një nga këto dështimet klasike për natën si me jore këtu, një lojtar i jashtëzakonshëm, një djalë me cilësi të jashtëzakonshme.
I bëj thirrje Sokorit, të vi urgjentisht tek flamurtari. Rast konkret, e kupton? Një çun lonja të vi këtu të afrohet, ndoshta edhe mund të mos ta gjej gjuar me ne. Më kupton? Po të vi tek flamurtari, domethënë mos trin larg, mos largohen. Dhe çfarë do lloj që ka, sepse shikoj normal, flamurtari është një shtëpi e gjithëve, nuk është as shtëpia ime as shtëpia jote, është e gjithëve. Ka vend për të gjithë, ka vend për ata që urrejnë njëri tjetrin, ka vend ata që shahin për njëri tjetrin, ka vend për çdo lloj rrymë, për çdo lloj fytyre, sepse është flamurtar. Do të jetë një skuadër e re totalisht apo do të ruani një pjesë të grupit? Pjesa më e grupit do të vazhdojë. Ata që janë kontratë do të vazhdojnë. Ata që duan të ikin pastaj janë histori të tjera, sepse ka dhe histori nga këta djem që thonë që harrojnë çfarë ka marrë Roga, thonë jemi pa paguar. E kupton? Mirë, po përsëris, jo vetëm lobotom nuk jam, as leukotom nuk jam. Dhe këtyre djemve që ka një tabelë aty që shkruajnë sa kanë marrë, sa s'kan marrë, se kur vjen këtu në fillim të vitit bëjnë kontrata 2 vjeçare, marrin paradhënie si u do qepi, pastaj në fund fare thonë kemi kaq mirë pa marrë Rogat. Okej. Hajde bëni llogaritë dhe çfarë kemi për të marrë merrni dhe ikni. Nuk kam vënë nuk kam dëshkuar asnjërin në bazë kontratës. Unë nuk ndeshkoj njërin në bazë kontratës. Në kontratë ka secili kushte penaliteti. Asnjë nuk kam dëshkuar dhe nuk ndeshkoj. Më kupton? Asnjë. Por problemi është ky që këta të marrin gjithë përgjegjësitë. Maksuti u shit një arritje apo jo? Jo, nuk është arritje fare, ishte një djalë i jashtëzakonshëm, më thënë mashallah, si djalë, nga të gjithë drejtimet me një karakter të jashtëzakonshëm. Maksudi inshallah i shkon mbar aty ku do të shkoj. Por flamurtari ka nga akademia, si flasim sot, 3 ose 4 djem të jashtëzakonshëm, në krye të piramidës është Lushaj. Lushaj që është një djalë që të shpresoj do të jetë me këmbë në tokë. Do të jetë një djalë që që ju i kanë kërkuar dhe vetë stafit teknik. Jo, ka qenë para herë sa kohë, ka qenë para herë që ta aktivizoi. Ka qenë para herë që un kam ndryrë tek flamurtari, ka qenë për Etemin. Etemin, këta i thon Eto të zbukuruar, sepse kemi problem ne që kemi këto emra otomane muslimane, kupton? Mua për shembull kur emri Sinan ishte emri i shëmtuar, emri prapambetur, dhe flisin Nani me për Veleri. Tash Etemit i thon Eto. E kupton Idris Bazën që thoshin Idi. E kupton kjo është ti zbukuron pa gjërat. Etemi është djali që është nëse Zoti ja bën bar, do të jetë një realisht një lojtar etalon i futbollit shqiptar. Prandaj pres tash më tepër punë nga këta. Kemi edhe 3-4 djem të tjerë në akademi, të gjitha do të jenë pjesë e flamurtarit patjetër. Por ne do të hyjmë përsëri në këtë merkato shumë fort përsëri. Mendoni të rikthehet shumë shpejt flamurtari sërish ku ka vendin? Pasi jemi djegur, do shta vitet e më parshme. Nuk do të flasme se janë përcëlluar aq keq sa që s'kam drejt më të hap gojën. Se të them çfarë të them, është një batutë shumë e mirë që do të dëgjosh nga mua fjalë apo do të dëgjosh vepra. Por ju prapë qyteti do të sjellë një skuadër dinjitoze po thoni. Edhe një herë mund të them me fjalë do të bëjmë atë dhe këtë fillojmë me fjalë shumë të dhënë fund fare në veprat është shtim. Kur dështohet, duhet të lëm kohë çdo gjë. Dhe nëse keni një mesazh për tifozët, ju kanë mbështetur shumë. Jo, tifozëria Vlonjate është vetëm e gjë që mua e vetëm e gjë se më the pak më parë çfarë të shtyt, nuk ta dash për gjë drejt për drejt. Vetëm e gjë është tifozëria Vlonjate. Kemi numër më të madh të tifozave për ndeshje nga çdo ekip tjetër. Pra, domethënë tifozëria Vlonjate është një gjë dhe kjo është përgjegjësia më e madhe nga të gjithë. Domethënë nuk gjithë tifozët që takoj rrugës, dhe i mirë kuptoj që më thon, "Ore president, po sa u bë kështu?" Është një gjë që ne duhet patjetër ta çojmë flamurtarin aty ku duhet mendojmë ne të gjithë tjerët. Për të tjerët pastaj unë do të vazhdoj punën time pamund. Për gjë tjetër. Do të them çatem. Tifozave vetëm mirë kuptim edhe për krahas si gjithmonë. Në këtë botën e madhe të futbollit apo edhe të flamurtarit, keni nisur që të aktivizoni edhe Ensarin. Një mesazh vetë aktivizuar. Është vetë aktivizuar. Është vetë aktivizuar, nuk ka asnjë aktivitet. I ke fjalën për çurin tim. Presidenti flamurtarit ju qëndroni. Jo, nuk jam president, jam një administrator. Mbile një ditë bukur, po komentojmë në shtëpi me Ensarin për unë kam një histori që në prisim me fëmijët e mi një herë në javë, e kupton, kam një drasni, siç e kam kjo, një skrivani nga këto. Dhe gjithmonë komentoj për shembull çfarë një libër, një ngjarje, një film, një situatë politike, një gjë ekonomike. Dhe një ditë bukur i them Ensarit, shiko, ke parasysh një gjë i them që, okay, je vetë afruar, ke bërë gjë shumë mirë, ke pasion sportin sepse ai ka lidhur me futbollin, ka qenë pjesë e akademisë flamurtarit, e kupton, ne kam larguar nga futbolli me këto pjesën tjetër. Vazhdon të bëj pjesën e tij më të mirë, por ka këtë problemin ka probleme disfavori, që ka një baba që është pak kokë fort në idenë e tolerimit. E kupton, se vjen një herë tjetër më thotë, po më thotë më, po dëgjova që filan klubi, ala filan klubi dhe doni dhe fatkeqësisht dalin këto i thotë i mbir. Po i them, baba, shkon jetë se cili ka vendin e tij, që kush krijuar bota, Zoti kështu ka krijuar. Ka njerëz si toleron, kaq nuk tolerojnë. Unë nuk marr për sipër etalon e pastërtisë, njerëz të kuptojmë, nuk vetë ofrojmë si qelibar, nuk vetë ofrojmë si njëri që jam i pagabushëm, që s'bëj asgjë të keq në jetë, që nuk kam asnjë djallëzi në tru, absolutisht jo.
jam si gjithë njerëzit e tjerë. Po te kjo pikë e tolerimit, sepse I them ti mbirin gjë që Flamurtari është një markë qyteti, nuk është një markë jonë. Ne mund të dështojmë në shumë gjëra. Mund të dështojmë, domethënë mund të në një fjalë të dhënë, mund në një veprim të marrë, në një akt të bërë, mund të dështojmë si njerëz, e kupton? Mund të dështojmë dhe me qëllim të keq. Është gjëja më njerëzore, kështu e ka krijuar sepse duhet të kuptojmë gjithë të thjeshtë normal. Jetojmë në një botë që nuk e ka bërë Zoti botën për të na vënë në dispozicion. Neve na ka vënë në dispozicion të botës. Dhe kjo botë ka kohë strukture. Dhe kjo është debati që kam ndonjëherë me Timbirën, se ku më thotë se erdhi dikush një arbitër na dërgoi fjalë. E kupton? Mirë, po unë nuk kam qejf fjalë të arbitrave. Ato fjalë që dërgojnë. Tash një gjë vlonjësia është shumë e bukur. Ne flasim për arbitrim, por në Vlorë flasim për albitrim. Pra kur dëgjojmë dallimin midis rrezit dhe lëst, do ta kuptojë edhe ansari ku është dallimi I kësaj historie. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim me presidentin e Flamurtarit Sinan Idrizi. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.